Mes fushori kombëtares shqiptare Julian Shehu është kthyer në protagonistin kryesor të skuadrës së Vitzev Lodz jo vetëm për lojën në mesfush, por dhe me faktin se po shënon me rregullsi mbretëlënëse. Ai ka shënuar 3 gola në këtë edicion në kampionatin polak, ndërsa dje ka lënë shenjën e tij dhe në Kupën e Polonisë. Në ndeshjen në transfert përballë Termalica, trajneri kishte bërë rotacion dhe mbajti Shehu në stol në fillim të duelit, por ai aktivizoi në pjesën e dytë duke parë se Vitzev po vuante në krijimin e aksioneve. Për më tepër vendasit u dhoqën ndyer ndeshjen dhe ishin duke siguruar kualifikimin, por në minutën e parë shtesë të takimit Shehu u shfaq në vendin e duhur në momentin e duhur dhe shënoi golin e barazimit 2-2, duke siguruar që ndeshja të paktën të shkonte me shtesa. Ky ishte goli i parë i shënuar nga Shehu në Kupën e Polonisë që kur është transferuar te Vitzev Lodz. Mesfushori kombëtares shqiptare nuk u mjaftua me kaq teksa shënoi penalltin e 5 që përkoi me atë të fitores, duke i dhuruar kështu kualifikimin dramatik skuadrës së Vitzev Lodz në turin tjetër të Kupës.